Flasim për një çështje aktuale për policinë rrugore shqiptare, e cila ka njoftuar heqjen e patrullave fizike dhe zëvendësimin e monitorimit dhe kontrollit drejtuesve të automjeteve gjithmonë në mënyra më digjitale, nëpërmjet dronëve, nëpërmjet kamerave inteligjente, makina inteligjente. Dhe një zhvillim i tillë ka ngritur pikpyetje që a do të ndryshojë diçka në lidhje me sigurinë rrugore apo do të jetë thjesht një ndryshim e mënyrës së ndëshkimit. Pikërisht për këtë do të flasim me Fadil Likajin, i cili është ekspert i sigurisë rrugore, na bashkohet sot në program për të dhënë këndvështrimin e tij dhe gjykimin e tij mbi zhvillimet më të fundit të policisë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se vjen Fadil. Faleminderit për ftesë. Në radhë të parë, të marrin gjykim tëndin, sepse kanë ardhur këto ndryshime edhe në një kohë pak të vështirë. Lam pas një fundjavë shumë të vështirë, shumë të dhimbshme, një fundjavë përgjakshme sa i përket aksidenteve. Po që në përgjithësi, si i gjykon këto njoftime të policisë? Shiko, unë bëj një konkluzion dhe duke bazuar ndër vitet e mëparshme, duke filluar që nga 2024, 25 dhe 26. Policia rrugore padyshim ka përqindjen e vet, unë do e vlerësoj 10 deri në 15% në aspektin e përmirësimit të parametrave të sigurisë rrugore. Por nuk është determinante policia rrugore në rritjen e parametrave të sigurisë rrugore. Pasi siguria rrugore nuk vjen vetëm nga policia, por vjen nga shumë faktorë. E para herë është sjellja e drejtuesit të mjetit që lë për të dëshiruar në Shqipëri. Policia rrugore, ndryshe nga 2025, ku shpesh dislokohej në një segment rrugor siç mund të ishte nga Elbasani derisa të shkonim në Korçë, do të kishim minimalisht 4 posablloqe policie ose pika kontrolli policie. Apo edhe segmenti rrugor nga Fushpiloti derisa shkojmë në Shkodër, minimalisht 3 ose 4 pika kontrolli të policisë rrugore. Dhe ishim përsëri në të njëjtat statistikat të numrit të aksidenteve. Policia e shtetit, së fundmi, siç ishte një telegram i drejtorit përgjithshëm të policisë shtetit, ishte që të ishin ndalimet e kota që bëheshin nga kontrollet rutinë që mund bëhej nga policia rrugore. Mirë, po kjo u keq konceptua nga qytetarët. U keq konceptua sepse e menduan se nuk do ketë më policia në rrugë dhe për këtë arsye fillonin që të abuzonin me shpejtësinë. Jo se nuk ka padur shpejtësi, mirë, po prezenca policisë rrugore në konceptin shqiptar mendoni që ka policë secin shpejt. Shpejtësia ka ekzistuar, si me polica, si pa polica në rrugë. Unë e mbështes telegramin e drejtorit përgjithshëm për vetë faktin sepse e para herë shpesh drejtuese mjeteve u merri shumë kohë nga jeta e tyre e përditshme. Në momentin që ndalohej nga një postablok policie, flasim postabloku i parë, jo postablok sepse është një pikë kontrolli, po kështu quhet, mund të humbasin 20 minuta, gjatë kontrollit të dokumentacionit të mjetit, minimalisht 20 minuta. Por një qytetari në ditë mund të hiqësh gati 1 orë nga përditshmëria e tyre gjatë kontrollit nga policia rrugore. Nga një kontroll që në fund mund të rezultonte i panevojshëm? Po i panevojshëm sepse ishte kontrolli tim në lidhje me çështjen e dokumentacionit të mjetit. Shto këtu ndoshta dhe dëmtimin e imazhit? Po patjetër, e para dhe dyta ishte imazh negativ për të gjithë qytetarët, për gjithë Shqipërinë, sepse ne shikojmë që Shqipëria përballet me një turizëm në rritje dhe prezenca policisë në rrugë e kot, ishte negative, ishte imazh negativ për Shqipërinë. Dhe ky ishte ndër hapat më të mirë teknikisht të marrë nga drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit. Pasi mbarvajtja duhet të bëhet me mjete teknologjike, që do thotë, nëse në një segment rrugor është parashikuar që kemi drejtues mjetës, të cilët ecin me shpejtësi mbi normat e lejuara, prezenca e policisë jo vetëm që nuk do kishte impakt aq të madh për minimizimin e shpejtësisë. Çoj një radar, ose një makinë inteligjente, lërë në mënyrë automatike dhe të gjithë janë të barabartë. Dhe ne kemi parë edhe më parë që shpesh mund të kishte edhe abuzime nga policia rrugore kur janë të dislokuar, kur janë aty në vend. Mirë, po radari automatik dhe pajisjet e mjetit inteligjente bën një mbarvajtje dhe të gjithë janë të barabartë përpara ligjit dhe përpara kodit rrugor. Radari jam i bindur që ka një lloj saktësie të shifrave të larta, sepse nëse ti je shpejt, ai e identifikon.
Sa të sakta janë kamerat, makinat inteligjente, dronët në sensin e gjykimit që bëjnë përshkeljen e shoferit? Shiko, droni është një pajisje e cila droni bën të mundur kapin e pamje filmike, që do thotë, nëse kemi të bëjmë një segment rrugor ku policia rrugore nuk mund të dislokohet, dislokohet në një distancë më të largët, ku ka hapësirë atë xhepin dhe drejtuesi mjetit mund të hapi krahun në mënyrë të rregullt që mund mos bëhet burimi i shtuar rreziku për vetë dhe për përdoruesit e tjerë të rrugës, dhe pjesa e dronit nuk është ai mjet inteligjent që të konstatojë dhe të kapit për llogarisë shpejtësinë e mjetit, okay? Droni bën të mundur ka pamje filmike, shikon parakalimet e gabuara, sepse aksidentët së fundmi, flasim këtë muajin e fundit, pjesa më e madhe tyre kanë ardhur nga parakalimet e gabuara, përveç rastit të Durrësit, që ka qenë mos rregullimi i shpejtësisë në zonë urbane dhe humbja e kontrollit. Jo, po unë dua të dal te kjo që sa shanse dhe sa mundësi kanë qytetarët për ta apeluar një vendim. Është më lehtë për tu ballafaquar me prova dhe fakte që mund të jenë filmike, sepse në momentin e ndalimit një patrulle policie, ti mund të kesh edhe një dialog me efektivin e policisë dhe ka pasur raste që ka qenë drejtuesi i mjetit që ka pasur të drejtë dhe nuk është gjobitur. Në këtë rast, si shkon interaktiviteti? Shiko, në momentin që një drejtues mjeti ose një qytetar i Republikës Shqipërisë nuk është dakord me masën administrative që i vendoset nga efektivi i policisë rrugore, ai ka të drejtë të apelojë te OASH-ja. Policia e shtetit ose drejtoritë vendore ka një komitet apelimi të masave administrative dhe shkojnë dhe verifikohet nga oficerët e policisë masa që ka marrë në raport me shkelje. A mund të pyes kjo procedurë sa e gjatë është në kohë, në sensin kur e merr një përgjigje? Është shumë e thjeshtë. Në momentin që ti ke marrë një masë administrative sot, bën apelimin dhe ditën tjetër do të thrasin. Pra, në hardcore 24-48 orësh nuk është ndonjë problem i madh. Intervistohesh, shikohet masa administrative, procedura se si është i ndaluar e kështu me radhë dhe vlerësohet në fund fare. Në qoftë se polici në rrugë ose agenti i policisë në rrugë e ka çuar masa administrative në kundërshtim me ligjin ose apo edhe në kundërshtim me kodin rrugor, masa administrative del nul, del zero dhe nuk paguhet. Por, bazuar në eksperiencën time në polici dhe polici rrugore kështu me radhë, asnjë masë administrative nuk është vendosur kot. Sepse një polic në moment që një polic vendos një masë administrative kot, ai shkon edhe pastaj kanë dëshkimet e veta në raport me punën vetë. Kështu që në qoftë se ai nuk vepron si duhet. Raport me mjetet inteligjente është e pamundur që të dalë një masë administrative nul. Nuk del nul sepse droni filmon, shikon duke kryer një parakalim gabuar, se për këtë vendoset droni. Nuk vendoset droni. Po nuk është vetëm parakalim i gabuar, janë çdo lloj shkelje. Domethënë, droni në lartësi të caktuar, nuk mund të shikojë nëse ti je duke përdorur celularin që drejtimit të mjetit, apo je ke vendosur në dijenin time ka pasur dhe raste që droni ka identifikuar edhe çati. Në distanca shumë të shkurtra, por flasim për pjesën masive. Pjesa masive nuk mund ta gjurmojë. Pra kur droni gjurmon dhe vëzhgon nga distancë largët, është e pamundur të deportojë deri brenda xhamit. Që të pyes edhe dy gjëra tjera të rëndësishme. Janë shtrënguar, po lexoja, kriteret e marrjes së patentës për të nxjerrë shofer më të përgjegjshëm, më të edukuar. Mendon se është kjo një nga masat më të mira? Shiko, edukimi është baza e zhvillimit të vendit dhe edukimi është baza e zhvillimit ose rritjet e parametrave të sigurisë rrugore dhe gjatë drejtimit të mjetit. Ne shikojmë që shpesh drejtuese mjeteve në Shqipëri, bazuar nga eksperiencën time, në moment që jam në një vend ngjarje e pyes, më fal, po pse u largove nga vendi i ngjarjes ose pse nuk pozicionon në kursin e krahut djathtë? Pse futen fluksin lëvizjeve pa u siguruar edhe rrin të habitur, nuk kanë informacion. Dhe unë tek pjesa e lezetimit do isha akoma dhe më i hekurt, më i fort në vendimet sepse ata marrin një leje, siç mund një efektiv të policisë marrin një armë, ata marrin një leje, është e njëjta gjë, është e barazvleshme. Dhe autoshkollat jam shumë kritik për autoshkollat sepse nëse shkojmë një kontroll rutinë autoshkollave, do marrim listën e kursantëve të regjistruar
me raport me auditorin. Okej. Qofse mund të jenë 50 kursantë të regjistruar, në auditor mund të jenë 5. Dhe mungesa e informacioni është shumë e theksuar. Dhe do bëja një ndryshim të pjesa e kurikulave të autoshkollave të trajtohen aksidentet ose ato shkelje të kodit rrugor që kanë sjellë aksident në Shqipëri. Pasi janë një rreth 10 nene të kodit rrugor që kanë lidhje të drejtpërdrejtë me aksidentin. Siç mund të jetë mos pozicionimi karrexhat, pra drejtuesi mjeteve do të çrregullojnë gjithmonë në ekstremin e krahut gjatë të karrexhatës, mos sigurimi manovrës, qoftë nga majta, qoftë nga djatha, apo mos rregullimi i shpejtësisë në raport me fushpamjen në mënyrë të tillë që të ketë mundësi të veprojë me sistem drejtimi apo frenimi në kohën e durë për ta shmangë aksidentin. Pra janë një grup nenesh të kodit rrugor që kanë lidhje drejtpërdrejt me ngjarjen. Mirë, po këto nuk trajtohen në autoshkolla. Dhe që burojnë nga autoshkolla, pra e qartë. Trajtohen sinjalistik vertikale, sinjalistik horizontale dhe se si do sillen për ndonjëherë trajtohet si gjëja më bazike, por ky është gabimi. Më bazike. Kam pyetjen e fundit dhe dua të di gjykimin tënd. Si do ta masim suksesin e këtyre ndryshimeve, sepse për hir vërtetës aksidente po kemi për ditë. Nuk ndodh të mos hapësh telefonin një ditë apo televizionin edhe të dëgjosh lajme aksidentesh. Do ta masim me sa gjoba do printohen, do vjen apo si? Shiko, matja e sigurisë rrugore, aksidentet kanë qenë të njëjta si 2005 dhe tani 2026, si me policat në rrugë dhe si pa policat në rrugë, sepse ndoshta në përditshmëri krijohet koncepti që u hoqë policat, shqiptarët ka shumë aksidente, dhe nëse do krahasojmë me të njëjtën vitin, me të njëjtën kohë të vitit të kaluar, po thuaj se jemi të njëjtat shifra. Po, e vërtet. E kemi trajtuar pak më herët. Po, dhe kjo s'do të thotë që hoqën policat rrit numrin e aksidenteve. Unë do e quaja që policia e shtetit mund ta ketë edhe periudhë prove, sepse për të kuptuar se çfarë ndryshime duhen bërë në realitet, shpesh duhet të ketë një provë. Heqin mirë policat nga rruga, se mos ndoshta e policat mund të kenë patur efekt negativ. Okej, i hoqin policat nga rruga. E shohim që u mbështet shumë nga qytetarët heqja e policisë rrugore. Tani i kemi hequr, si do sillen në raport me rrugën. Okej, dhe mendoj se policia mund të jetë në një fazë prove dhe shikon dhe të teston ambientin për të kuptuar dhe për të gjetur atë ilaçin që duhet mbi drejtues e mjeteve. T'i japim kohë edhe kësaj iniciative. Po. Dhe një gjë tjetër, unë do thoya që qytetarët duhet i thrasin mirë mendjes. Pasi policia rrugore mund të ishte në një 5 km mund të kishte 2 pasobollë policie. Tani janë drejt Bashkimit Evropian. Sigurisht, kërkohet. Pse duhet të kryejnë manovra të gabuara? Pse unë jo më larg se dje, duke ardhur nga Korça, 2 ose 3 automjete në rrugë, parakalime të shmendura. A ka polici? A ka instancë shtetërore që të merret me ta? Sepse duhet një shqiptar, një polic, se ndryshe nuk vëmë mend. Absolutisht. Në fund fundit janë iniciativa që nuk është se po i bën Shqipëria për herë të parë, Evropa funksionon kështu, janë standardet e Bashkimit Evropian që kërkojnë masa të tilla. Të shohim, të shpresojmë që do të kemi ulje të numrit të aksidenteve. Të gjithë i mësojnë, kundërshtojnë policinë, të gjithë sulmojnë policinë, po çfarë do të bëjë policia, sepse nuk duhet që një shqiptar të ketë një policë mas vetes. Ndërgjegjësimi do të rrisi parametrat e sigurisë rrugore, sepse e një diçka të fundit, nëse një drejtues mjeti do të shkojë në mal, s'do thotë që të eci me shpejtësi mbi normat e lejuara, duhet ta përshtasë shpejtësinë në raport me kushtet e rrugës ku qarkullon. Mund të qarkullojnë në zonë me trafik të rënduar, në zonë me përqendrim të lartë të këmbësorëve, në zona me interurbane, kështu që të respektoj sinjalistikën në fundit, sepse të rregulloj shpejtësinë në raport me kushtet e rrugës ku qarkullon. Dhe aksidenti do të shmanget. Falenderoj shumë Zoti Likaj për pranimin tënd në studio dhe për këto sugjerime që ju jepni. Duhet i japim kohë absolutisht dhe policisë rrugore që të shohim çfarë sjellje do të kenë drejtuesit e automjeteve përgjatë kësaj periudhe. Uroj një fundjavë të mbarë. Faleminderit edhe ju. Eci me programin me rubrikën e radhës, do të jemi duke folur pak për shëndetin minutat në vim.